Dashi. Sot, universi ju fton të përqafoni mundësitë që ju vijnë përpara. Në punë, dikush mund të ofrojë një bashkëpunim interesant, mos hezitoni të eksploroni këtë mundësi. Nëse i kushtoni vëmendje detajeve, suksesi do të jetë i afërt. Financat kërkojnë pak kujdes, ndaj shikoni me vëmendje shpenzimet dhe mendoni për kursime afatgjata. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të ndriçojë rrugën e marrëdhënies suaj. Keni guximin të dëgjoni me zemër të hapur. Ndjesitë tuaja janë të fuqishme sot, duke ju bërë të ndjeni të ngrohtë dhe të dashur. Merrni kohë për veten, ndoshta një shëtitje në natyrë do të rigjallërojë shpirtin tuaj. Hapni zemrën ndaj përvojave të reja dhe besoni në potencialin tuaj të pafund. Demi. Dita e sotme sjell një frymë të re energjie dhe mundësi për të rigjetur ekuilibrin në jetën tuaj. Në dashuri, ndjesitë tuaja të thella dhe të sinqerta do të vlerësohen nga partneri, kështu që mos hezitoni t'i shprehni ato. Në punë, është momenti për të treguar aftësitë tuaja dhe për të marrë iniciativën në projekte të reja. Një ofertë e papritur mund t'ju çojë drejt një rruge të re dhe emocionuese. Financat do të përmirësohen nëse i kushtoni vëmendje detajeve dhe bëni plane afatgjata. Mos e neglizhoni shëndetin, merrni pak kohë për veten tuaj dhe relaksohuni. Një shëtitje në natyrë mund të jetë ajo që ju nevojitet për të rigjetur qetësinë e brendshme. Ndjeni harmoninë që ju rrethon sot. Binjakët. Shpirti ju të kërkon aventura të reja sot, ndaj lëshoi krahët imagjinatës dhe ndiq një rrugë që nuk e ke eksploruar më parë. Në punë, rritet dëshira për të ndarë ide me një koleg që ndan energjinë tënde pozitive. Mos harro të kesh durim me financat, çdo vendim i nxituar mund të ketë pasoja të papritura. Në dashuri, një moment i veçantë me partnerin do të forcojë lidhjen tuaj dhe do të sjellë qetësi. Për ata që janë të pamartuar, një takim i papritur mund të zgjojë interesin tuaj. Në fund të ditës, gjeni një moment për të reflektuar mbi arritjet tuaja dhe për të falenderuar veten. Ndjenjat e ngrohtësisë dhe mirëqenies do të mbushin zemrën tënde, duke krijuar një harmoni të rrallë. Daforia. Dita e sotme sjell një energji të butë dhe të ngrohtë që fton për reflektim të brendshëm. Në dashuri, përpiqu të tregosh më shumë kujdes ndaj nevojave emocionale të partnerit. Një bisedë e thellë mund të çojë në një kuptim më të mirë dhe afërsi më të madhe. Ndërsa për çështjet e punës, një projekt i ri mund të kërkojë përkushtim shtesë, por mos u frikëso nga sfidat, ato janë shanset e tua për të shkëlqyer. Financat mund të kërkojnë një planifikim më të kujdesshëm, prandaj shmang shpenzimet e panevojshme. Gjithashtu, kushto vëmendje shëndetit mendor duke gjetur kohë për qetësi dhe relaksim. Lëshoje veten në botën e imagjinatës dhe ëndrave, ato mund të zbulojnë rrugë të reja dhe frymëzuese. Luani. Sot, energjia juaj do të jetë në kulmin e saj, duke ju dhënë mundësinë të shkëlqeni sikur më parë. Në aspektin profesional, është koha e përshtatshme për të treguar aftësitë tuaja dhe për të kërkuar atë që meritoni. Romanca mund të lulëzojë nëse i kushtoni pak më shumë vëmendje partnerit tuaj, duke ndarë momentet e veçanta që do t'ju afrojnë edhe më shumë. Financat mund të kërkojnë vëmendje të kujdesshme, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe fokusohuni te investimet e mençura. Ndjesitë tuaja emocionale janë në harmoni me natyrën përreth, duke ju ofruar një ndjenjë qetësie dhe ekuilibri. Kjo është dita për të zgjedhur të ndjekësh ato që i bëjnë zemrës tuaj të ndjejë lumturi të vërtetë. Virgjëresha. Sot dita sjell mundësi të reja për të reflektuar mbi qëllimet personale. Në punë do të ndihesh më i përqendruar dhe i motivuar për të përfunduar detyrat me precizion. Është koha e duhur për të rishikuar planet financiare dhe për të bërë ndryshime të vogla që do të sjellin përfitime afatgjata. Ndjenjat të thella do të ngrihen në sipërfaqe në marrëdhëniet romantike, duke krijuar një afërsi të veçantë me partnerin. Hap zemrën dhe shpreh ato që ndjen, pasi dashuria lulëzon në dritën e sinqeritetit. Kujdesu për veten dhe dhuro vetes pak relaksim në mbrëmje. Një shëtitje e qetë me natyrë mund të jetë freskuese për shpirtin. Beso në intuitën tënde dhe ndiqe ato me vendosmëri. Dëshorja. Sot mund të ndjeni të tërhequr drejt vendimeve të rëndësishme që prekin zemrën tuaj. Një bisedë e sinqertë me partnerin do të sjellë qartësi dhe afeksion. Në punë, ndershmëria dhe përkushtimi do t'ju veçojnë nga turma, duke ju ofruar mundësi për rritje. Këshillohet të jeni të durueshëm me vetveten pasi proceset e reja kërkojnë kohë për t'u kuptuar plotësisht. Financat mund të kërkojnë një vëmendje të veçantë. Konsideroni të riorganizoni buxhetin tuaj duke u fokusuar në kursim. Sot është dita e duhur për të bërë një listë të përparësive. Mos harroni të krijoni hapësirë për relaksim, ndonjëherë momentet e qeta mund të jenë udhëzuesit më të mirë.
Përqendrohuni në kujdesin ndaj vetes dhe besoni në rrugëtimin tuaj. Akrepi. Mëngjesi sjell një ndjesë qetësie dhe reflektimi të brendshëm. Marrëdhëniet kalojnë në plan të parë sot duke kërkuar vëmendje dhe përkushtim. Një bisedë e sinqertë me partnerin mund të sjellë një kuptim të ri duke e forcuar lidhjen tuaj. Në vendin e punës do të hasni mundësi për të treguar aftësitë tuaja krijuese. Mos hezitoni të shfaqni talentet, pasi reagimet do të jenë pozitive. Financat do të kërkojnë një vështrim më të kujdesshëm, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe fokusohuni te kursimet. Ndjenja e optimizmit do t'ju ndihmojë të përballoni çdo sfidë. Përdorni kohën e lirë për të rigjeneruar energjitë, ndoshta me një shëtitje në natyrë ose një libër të mirë. Kujdesuni për veten dhe lërini emocionet të rrjedhin lirshëm. Shigjetari. Sot jep të ftojnë të ndjekësh rrugën e re të zemrës tënde. Në dashuri, guxo të hapesh ndaj partnerit dhe ndaje mendimet më të thella. Nëse je i vetëm, mos hezito të takosh dikë të ri, pasi mund të jetë fati që të troket në derë. Në punë, një projekt i ri ka potencial të madh për të zhvilluar. Mos ki frikë të marrësh iniciativë, pasi kreativiteti do të shpërblej. Financat po stabilizohen, por është koha e duhur për të bërë një plan të ri menaxhimi. Dita sjell një ndjenjë qetësie dhe harmonie, prandaj shijo çdo çast. Merr kohë për të relaksuar dhe për të vlerësuar arritjet e tua. Kujdesu për mirëqenien tënde shpirtërore dhe fizike dhe gjithçka do të marrë rrjedhën e vet natyrale. Bricjapi. Sot universi ju fton të ngadalsoni pak ritmin dhe të vlerësoni momentet e qeta. Një bisedë e ngrohtë me dikë të afërt mund t'ju sjellë një ndjesë të freskët në marrëdhëniet tuaja personale. Në punë mund të ndiheni pak të lodhur nga rutina, por një qasje kreative mund të ndriçojë ditën tuaj. Financat janë në ekuilibër, por është momenti i duhur për të menduar për investime afatgjata. Duke qëndruar të fokusuar në synimet tuaja, do të vëreni rezultate të frytshme. Sot, përkushtimi ndaj vetes dhe një kohë e kaluar në natyrë mund t'ju rigjallërojë shpirtin. Mos harroni se çdo ditë mbart mundësi të reja për të zbuluar thellësitë e zemrës suaj. Përqafoni të panjohurën me besim. Ujori. Sot, bota e brendshme mund të ndihet si një oqean i qetë, por me thellësi të pabesueshme. Energji pozitive pritet të lulëzojnë në marrëdhëniet romantike, shfrytëzo momentin për të afruar edhe më shumë me të dashurit. Në punë, kreativiteti dhe idetë inovative do të shkojnë së bashku, duke të hapur dyert të reja. Mos hezito të shprehësh mendimet, kolegët do të vlerësojnë perspektivën tënde unike. Financat duhen menaxhuar me kujdes, shmang shpenzimet impulsive dhe fokusohu te kursimi për synime afatgjata. Ndjenjat mund të variojnë, por lëre intuitën të udhëheqë vendimet e tua. Dëgjo muzike që frymëzon dhe të relakson. Përkushtoj kohë vetes për të rigjeneruar dhe për të reflektuar mbi drejtimin që dëshiron të marrësh në jetë. Peshqit. Mëngjesi sjell një ndjenjë qetësie dhe reflektimi të thellë. Zemra juaj ndjen nevojën për t'i kushtuar më shumë vëmendje marrëdhënieve personale. Kërkoni për të ndarë momente të vogla lumturie me ata që doni. Në punë, ju përballeni me një sfidë të re, e cila kërkon kthjelltësi dhe vendosmëri. Përdorni intuitën tuaj për të gjetur zgjidhjen më të mirë, duke ndjekur instinktet pa frikë. Financat kërkojnë maturi dhe planifikim të kujdesshëm sot, shmangni shpenzimet impulsive. Një shëtitje e shkurtër në natyrë do t'ju ndihmojë të rimbushni energji. Ndërsa dita kalon, ndjeni një lidhje të thellë me motivet e brendshme, duke u çliruar nga çdo dyshim. Bëhuni mik i vetes dhe gjithçka do marrë drejtimin e duhur.